Në një ekonomi ku paga mbetet treguesi më i ndjeshëm për qytetarët, pyetja se kush financon realisht punën në Shqipëri nuk është thjesht një statistikë. Ajo tregon se mbi cilët sektor mbështetet tregu i punës dhe kush mban peshën kryesore të pagave në ekonomi. Të dhënat më të fundit të Instat për llogaritë vjetore jo financiare sipas sektorëve institucional tregojnë se në vitin 2025 kompensimi i punonjësve që përfshin pagat dhe kontributet shoqërore zuri 33.57% të vlerës së shtuar bruto nga 31.74% një vit më parë. Në krye mbetet sektori jo financiar ku përfshihen kompanitë private në industrinë, ndërtimi, tregti dhe shërbime të tjera. Ky sektor mbuloi 48.18% të totalit të kompensimit të punonjësve në vitin 2025, duke konfirmuar se biznesi privat vijon të jetë burimi kryesor i pagesave të punës në vend. Edhe pse pesha e tij është më ulët se një vit më parë, ai mbetet larg sektorëve të tjerë në financimin e pagave dhe kontributeve. Pas tij renditet administrata publike me 29.55% të kompensimit total. Kjo do thosë se shteti vijon të ketë një rol të madh si punëdhënës dhe pagues në ekonomi, duke mbuluar gati 1/3 e pagesave që lidhen me punën. Rritje ka shënuar dhe sektori i familjeve ku përfshihen të vetpunësuarit, bizneset individuale dhe aktivitetet ekonomike familjare. Pesha e këtij sektori në kompensimin e punonjësve arriti në 18.09% në vitin që lan pas, nga 15.10% një vit më parë, duke treguar se puna e lidhur me vetpunësimin dhe njësitë e vogla ekonomike ka fituar më shumë hapësirë në strukturën e pagave. Ndërkohë sektori financiar ku bëjnë pjesë bankat dhe institucionet financiare ka një peshë modeste prej 3.38% të totalit, edhe më e vogël nga ana tjetër mbetet pesha e institucioneve jo fitimprurëse në shërbim të familjeve me vetëm 0.88%.